miq Prizmës. Sali Berisha ishte në një takim të partive popullore që konsiderohen djatha në Sarajev, dhe aty madhe një qëndrim i cili sigurisht është ambiguiteti, më i madh i një lideri i cili i thot vetes djath, por në vërtet është një folk bolshevik, një majt i thekur, i cili normalisht jo vetëm që gënjen e mashtron popullin e tij, dhe ka 36 vjet që e mashtron atë pjesë të popullit që i shkon mbrapa. Edhe atyre semenve që e ndjekin, atyre i kam mësuar të thot për socialistat patronazhist, por nuk ka patronazhist më patronazhist se sa vetë njerëzit e Partisë Demokratike që i binë Sali Berishës. Po ju mundohesh të mbushte mendjen atyre që protestat ishin një diçka që kishte të bënte me zgjedhjet. Që sigurisht ai do të nxjerrë atë që unë nuk kam humbur zgjedhje, mu mi kanë vjedhur zgjedhjet. Këti gjithmonë ja vjedhin zgjedhjet. Ky në çdo moment ka rreth 7 zgjedhje që ja vjedhin. Ka humbur të gjitha zgjedhjet, absolutisht në gjithë jetën e tij ka humbur të gjitha, absolutisht gjitha. Ka humbur zgjedhjet e para, ka fituar të dytat pa ato me hile, dhe çdo lloj zgjedhje, në 2005 ja kanë lënë socialistat vetë me dëshirën e tyre, çdo lloj zgjedhjesh tjera i ka humbur ky personi, dhe i quhen të vjedhura. Ka 25 vjet që minimumi që i quhen zgjedhjet e vjedhura kur ky humb. Dhe po mundohesh ju mbushte mendjen aty që protestat janë kundra pikërisht kësaj, vjedhjes së zgjedhjeve, kjo prandaj është pasoja këtu. Dhe harronte që këto janë protestat të ultramajtizmit, të marksistave të ri. Është e gjithë bota e majt, bota ultramarksiste dhe ultra e majt, globaliste dhe sorosiane, e cila proteston dhe do që të rrëzojë Edi Ramën, dhe ky ju thot atyre që jemi me to. Jemi me to sepse sigurisht ky është një majt, është një bolshevik, nuk mund të konsiderohet ultramarksist si këta, por është më keq se sa këta, është bolshevik, është njeri i dhunës dhe i kryengritjeve të armatosura, i flakëve, i molotovëve dhe i vrasjeve në bulevard. Tashi ky bën edhe njeriu i sfiduar shumë nga të majtët, të cilët sigurisht po protestojnë, por nuk po djegin. Thjesht pengojnë, thjesht hedhin batuta, thjesht merren me budalliqet e tyre të jashtëzakonshme, thjesht janë anti-amerikan, thjesht janë anti-Trump. Dhe këtë nuk e shpjegon dot Sali Berisha. Ti u thot atyre djathtëve, shiko se janë kundra kapitalizmit, kundra Amerikës, kundra ndërtimeve kapitaliste. Po ju shpjegon gjëra të tilla që janë bërë gabim, thot. Janë vjedhur, janë grabitur, është mafia, është kjo. Por në të vërtetë nuk i shpjegon që aty janë çuar dhe sponsorizuar dhe shtytur i yshtur nga e gjithë majta ultramajtiste botërore. Nga majta italiane, nga majta greke, sigurisht e majta evropiane, franceze, spanjole, nga Bernie Sanders e majta socialiste amerikane, gjithë këta me radhë. Nga Partia Demokratike vetë, janë sajtet e tyre që amerikanet, cilat sigurisht i bëjnë një honë nga të gjithë testatat me qëndrime të majta në botë. Këtë nuk e shpjegon dot atyre të djathtëve, popullorëve dhe sigurisht partive të djatha. Nuk ja shpjegon dot Sali Berisha, po i shpjegon gjëra tjera. Më kanë vjedhur votat, prandaj ne do të bashkohemi me ata çapaçulit e majt aty që janë kundra resortave, kundra kapitalizmit e kundra zhvillimit të Shqipërisë. Sali Berisha ka qenë gjithmonë i tillë. Është njeriu më i paftyr, më i dyzuar, më gënjeshtar, më mashtrues, politik dhe filozofik gjatë gjithë historisë popullit shqiptar, që me krijimin e shtetit të parë modern shqiptar në 1920. Është ftyra e dytë më e madhe që ka parë në historia e këtij shteti që është 28.000 km², por edhe këtij kombi, i cili mund të jetë 5 milion, 6 milion banor. Dakord miqtë mi? Miqtë Prizmës, në protestën e djeshme kishte edhe disa tipe kontradiktesh midis atyre militantëve që janë edhe njëkohësisht njerëzve të partive. Aty është partia
demokratike e cila sigurisht tenton që t'i afrohet protestës. Edhe si deputetet edhe militantët tyre kanë të drejtë të jenë proteste dhe ata se nuk mund a priori t'i thuash që i largoju për atje, sepse pastaj këto elementet përjashtues fillojnë e bie njerë pak revolucionarë që i bëjnë keq shoqërisë. Revolucionarë që fillojnë pastaj edhe ndajnë klasat, ndajnë luftën e tyre me të tjerët. Njëkohësisht, kur ju shkojnë këto militantë dhe këto deputet, një protestë të tillë thotë po okupohet protesta, do që ta mbysi protestën e një organizimi qytetar, që në vërtetë është amorf, akoma nuk dihen se kush e drejton, ose janë të fshehtë, ose nuk duan që të përshfaqen spaku deri tani. Dhe dje po shifja për shembull kontradiktën që kishin me pranimin një farë mënyre të asaj tabakes Partisë Demokratike dhe kundërshtimit që i bësin atij Muçit, lëvizjes së Arlind Qorit. Në fakt, po pyesja veten, ku dallojnë neomarksistët e ri të Arlind Qorit me një të djathtë që ka një sekretar, ish sekretar partie në krye. Këtë nuk e dalloja dot. Pse njëri është i pranueshëm, tjetri s'është i pranueshëm, pse tjetra është e pranueshme dhe pse të tjerët janë pranueshëm e këta nuk janë pranueshëm. Kush është ai komision që rregullon edhe biografitë ke kjo lëvizje? Kush është komisioni i mandateve dhe i rregullimit? Ti e ke biografinë e mirë, hajde me ne, ti tjetri jo e ke të keq, largoju prej nesh. Kush e bën këtë në këtë lloj proteste? Që në të vërtetë s'është asgjë tjetër vetëm se një majtizëm ekstrem. Ultramajtizëm i cili do që të rregulloj klasas brenda për brenda. Ata me biografi të mira dhe ata me biografi jo kaq të mirë. E pastaj tjetra xhirot që bënin. Parullat filluan të rregullohen, pastaj a hidhen në një farë mënyrë vdekje tradhtarëve dhe element tillë idiot që shpallin tradhtarë dhe jo kërkojnë edhe vdekjen, krahas burgjeve që kërkojnë për Berishën dhe edhe Ramën. Element tillë të një revolucioni të shkuar idiot në të kaluarën, i cili mund të ketë bërë në lëvizje, por në përgjithësi ka bërë keq. Dhe shembujt janë sepse sigurisht kjo e keqe nuk është ndalur. Pastaj edhe në zbatimin e diktaturave nga më të ndryshme, të revolucionarë kanë qenë edhe fashistët edhe komunistët, mos ta harrojmë këtë punë. Dhe kur kanë marrë pushtetin, pastaj kanë vrarë në emër të popullit, në emër të drejtësisë tyre, të ndarjes, ky është i mirë, ky është i keq, të shpalljes tradhtarëve. Në fillim protestë i thonë tradhtar, pastaj kur vinë pushtet, të tradhtarin e marrin, e fusin në burg ose e vrasin, e pushkatojnë. Kështu ka ndodhur. Dhe të gjitha palët një bazament kanë, majtizmin i cili për komunizmin është internacionalist, për fashizmin është nacionalist. Po socialist është në dyja rastet. Mbetet një e majtë. Pastaj prurjes në majtë hundës Tiranës duke bllokuar rrugët. Dalin shëtitje, aty janë njerëz pa punë, ka dhe njerëz që sigurisht punojnë, se ku e gjejnë kohën pastaj për të protestuar, kjo është pyetje në vetvete, po tjerët janë pa punë. Është një pjesë e madhe e gjeneratës së aty që s'kan kurfar punë, marrin parë e ke prindet edhe dalin protestë. Ata tash nuk kanë problem që të pengojnë gjithë Tiranën që ka punë të tyre ata, ose kanë edhe ata 4 orëshin masditet të çlirimit nga puna, këta nuk e lejojnë bile, ju shkojnë edhe atyre që kanë dalë pi një kafe, ju thonë çoni nga kafja, që duhet të jenë patjetër në biografinë e tyre revolucionare. Sigurisht që janë disa modele, po shifja një model të një vajze nga Korça, e cila sigurisht ishte edhe petinuar si Grida Duma dhe flitte si Grida Duma, duke mbajtur një lloj shikimi kështu vëngër i thonë Korç, vetlat e kurume, edhe që fliste me metodën e tillë. Po ishte kundra resorteve, ishte kundra gjithçaje që sigurisht bëjnë pasurit, sepse thot nuk bëhen për ne. Dhe në vërtet vetë nuk e di se sa mund të ketë bërë punë dhe se sa mund të jetë e qartë ajo se po të punosh, dhe më thënë mund të krijosh mirat materiale edhe të jetosh vetë. Nuk e di se sa ishte e zonja ajo për të jetuar vetë. Dhe për të dhënë kontribute dhe me parat që fitonte, ti dilte zot jetës saj.
Nuk e di, nuk e vë dorën zjarr nëse është e vërtetë apo s'është e vërtetë. Por mënyra e të folurit ishte për një ultramajtiste absolutisht degeneratës, të cilët sigurisht janë një brez i cili nuk i kanë thënë punës asnjëherë puna marr. Po shikoja poshtë ke pritën që kishin bërë poshtë Ramës, poshtë kalas Shkodrës, disa element që sigurisht përfaqësonin një lloj heterogeniteti gjeografik të Shkodrës, por me shumë pak qytetarë brenda. Gjithsesi, nuk ka rëndësi edhe pse vijnë për periferive, ata qytetarë të Shkodrës janë. Kërkesat i kanë të ndryshme dhe idetë i kanë të ndryshme. Disa e quajnë veten djathtë dhe flasin si të majt, disa janë të majtë dhe pastaj mundohen që të jenë djathtës, po mund bërë përshtypje një grua e mbuluar e cila filloi të bëjnë predikatoren e djallit edhe të Zotit. Dhe i përcaktoi njerëzit ju me djallin edhe ne me Zotin. E dim se kush është djalli. E kishte fjalën për njeriu, sigurisht është Edi Rama, po ai Edi Rama kishte mbrapa mira veta. Dhe sigurisht ata ishin djalli, sipas kësaj predikatores, dhe këta kishin shpresë në Zotin. Zoti ka planin e vet, thotë kjo. Dhe sigurisht sipas saj, planet e Zotit përputheshin me shpresën e kësaj. Kjo kishte shumë shpresë. Ashtu sikur ndër ajo Murgesha në Tiranë dhe kjo besimtarja, po themi, muslimane e mbuluar, që sigurisht ishte një dekor shumë i bukur për sa i përket asaj proteste atje. Shikoja disa njerëz afër atje që po mbanin fytyrën drejt sepse sigurisht nuk ishin dakord për të në konceptet religionare, them. Dhe po mendoja, deri këtu shkon puna tash që sigurisht ndahet shoqëria, një pjesë me djallin e një pjesë me Zotin. Edhe kjo pastaj ishte një dekor tjetër i kësaj proteste, e cila sigurisht ka brenda saj mungesën e jashtëzakonshme të një organizimi truri. Mirë po, me sa duket kanë akoma leverdi që mos të kenë një organizim të tillë, sepse sigurisht janë në mbledhje të Kallabllekut, në mbledhje të Turmës. Turma gjithmonë është lajramane. Është e qartë tashmë që as ju anin fare as për lilekët, as për flamingot, as për pelikanët, as për kurgjajnë, për asisen. Të janë zero me bisë, ne jemi popullet që kemi shoqëri që i kemi vrarë deri tani. Bile tani është koha, me këtë Ramën, është koha që u ruajtën më tepër. Këtë tash nuk mund ta mojë askush. Bëri monitorimin e gjendjes edhe doli që ishte katastrofike, dhe ndaloi në përgjithësi, ndaloi gjuetinë, ndaloi gjithçka. Siç u vu kontrolli për mbi liçerin e Shkodrës, është vu kontrolli edhe për mbi Karavastan, për mbi Nartën, për mbi të gjitha, sepse sigurisht kjo shoqëri që dele proteston tash i shkatroi, i vrau në mënyrë të përbindshme. Jo vetëm ato për këto që sapo përmenda, po në male, në kodra, ku të gjinte kafshë i vrinte. I vrinte, i hante, i shfaroste, çfarë bante. Kjo shoqëri është tash që ju del mbrojtje, por nuk është ky problemi, nuk është në mbrojtje të këtyre. Është në lëvizje vertikale dhe horizontale, anti-pushtete dhe sigurisht një majtizmi i cili fshihet tash do Kallabllek. Merret me terma populist për të mbuluar sigurisht marrëzinë e tij anti-kapitalizëm, anti-zhvillim, anti-begati, anti-pasurim, në të gjitha është anti. Sigurisht ekziston në Evropë, por Shqipëria tash po njësohet si anti-amerikane, anti-Izrael, anti-kapitalizëm, si fanari i dikurshëm ndriçues i socializmit në brigjet e Adriatikut dhe tani po e aktivizojnë në mënyrë të tillë. Bota po e shtyn Shqipërinë në marrëzinë ultramajtiste në mënyrë skandaloze, në mënyrë të tmerrshme. Edhe këtë e quajnë për bukuri, për heroizëm, për marshim, për demonstrim fantastik të bukur. Në të vërtetë nuk është asgjë tjetër përveç se një marrëzi, një luajtje mendsh që Shqipëria e ka zakon një herë 20 vjet ta bëjë. Është 1997, po afron 2027 dhe ai duhet të luajë mendsh patjetër. Patjetër. 20 vjet, 30 vjet duhet patjetër të luajë mendsh. Të ndodhi diçka që të duket diku në botë se
sigurisht është gjallë dhe njëkohësisht tregon diçka. Por nuk është problemi a drejton, a tregon, a demonstron, problemi është se për çfarë tregon. Zakonisht prish veten. Kësa radhe kanë mend që të gjithë përreth të jenë të zhvilluar me resorte, turizma dhe mrekulli. Italianët e majt sigurisht i kanë të gjitha turistët, të gjithë turizmat e tyre, të gjithë zhvillimet e tyre, resortet e tyre, në mënyrë të tillë, po nuk duan që të zhvillohen në Shqipëri. Grekët i kanë të gjitha në mënyrë të tillë, po nuk duan që të zhvillohen në Shqipëri. Turqit i kanë në mënyrë të tillë, më pak se ata, po nuk duan edhe ata që të zhvillohet Shqipëria. Kroatët i kanë në mënyrë të tillë, gjitha resortet, po nuk duan që të zhvillohet Shqipëria në këtë lloj mënyre. Mesdheus i gjithi me këtë lloj resorte, përfshi Spanjën, përfshi Portugalinë, përfshi gjithë vendet e Magrebit, Afrikën e Veriut, në mënyrë të tillë i ka Egjipti, Maroku, në mënyrë të tillë i ka resorte internacionale, resorte të zhvilluara me të pasurit brenda, po nuk do që ta ketë Shqipëria. I gjithë ky sulm bëhet për një vend i vogël i cili luan mend që dhe e trajton veten sikur është vendi par excellence i ultramajtizmit, i bolshevizmit, i neokomunizmit në rajon. Edhe çfarë anti-trumpizmin më të madh, anti-familjes Trumpit, anti-Amerikës në përgjithësi, dhe anti çdo lloj zhvillimi, i cili sigurisht pastaj krijon mirëqenie, krijon miliona, krijon edhe të pasurit, por nuk më rezulton që në këto vende krijohen të varfërit nga ky lloj zhvillimi. Nuk më rezulton se nga resortet dhe nga zhvillimi turistik krijohen të varfër. Kjo nuk i ka rezultuar. Ju rezulton këtyre majmunëve që dalin kështu në këtë lloj forme për të mbrojtur ultramajtizmin e tyre, për të thënë fjalë të marra të tilla, sidomos gjeneratës Z e cila nuk punon, janë demelhane. Këtyne, po, ju krijohen të varfërit sepse sigurisht ka resorte, ka zhvillim turistik, ka paket malesh, ka zhvillime nga më të ndryshme. Këtyre tash ju krijohen të varfër. Këtu mbushen me të varfër dhe vetë pastaj dalin petinuar, me gjystyke të bukura, me ruaza, me gjithë farë marrëzirash nëpër trup, me lajle e lule, dhe këta janë të varfrit e ri të Shqipërisë. Është katastrofë psikologjike dhe filozofike. Është një sulm i jashtëzakonshëm i një të majte absurde, që gati bëhen të keqen e komunistave, sepse ata kanë pas më moral se sa këta. Këta ideologjinë e bazojnë për mi marrëzin çmoralizuese dhe të mungesës jashtëzakonshme të dëshirës për punë dhe për zhvillim. Komunizmi është një shtypje e jashtëzakonshme dhe vrastare, si fashizmi, por në fakt nuk ka pas gjë me punën. Të detyronin të bëje punën, po gjë me te nuk kanë pas, të janë demelhane. Të janë demelhane dhe janë ideologjik pothuaj njësoj. Shqyqyr që s'kanë gjënë dorë, sepse pastaj hapin edhe kampe përqendrimi për ata që konsiderohen tradhtarë, sepse ta shpallin tradhtarë më keq se komunizmi. Dhe që thonë burg ky, burg ai, vdekje këtij e vdekje ai. Me këto parrulla edhe me një urrëtie patologjike për të pasurit edhe për ata që duan të zhvillojnë vendin, pushteti i tyre është gjithmonë pushtet vrastar. Kthehet edhe një herë më keq se sa i komunistave folklorik që kemi pasur. Dakord, miqtë e mi.